Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. E nisëm ditën me një lajm të trimsht ku një punëtor ka humbur jetën teksa po punonte në Suarek, i cili është dërguar me njëherë në emergjencë, mirë po si pasojë e plagëve të marra ka humbur jetën. Këto edhe shumë detaje të tjera ne do të ndjekim bllokun e lajmeve për të kthyer me musafirët në studio, ku do flasim për temat që kanë të bëjnë me vendin tonë, po ashtu edhe për luftën Izrael-Iran. U kthejmë në studio për të folur në lidhjet që kanë të bëjnë me ekonominë. Kemi edhe njëherë një vërdi përsëritje të vendimit të ZRE-s, ku tha se nuk do ta ndroj vendimin që ka marrë në lidhje me daljen e treg të bizneseve kosovare. Për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me ekonominë, si dhe me ngjarjet botërore. Me mua në studio është Fadil Miftari. Zoti Miftari, faleminderit shumë për pranova që t'jesh pjesë e Infodesit. Faleminderit dhe për ftesën. Neve e pam edhe njëherë që s'do shumë ZRE-ja tha se nuk do ta ndroj vendimin që ka marrë sa i përket të daljes në treg të lirë të bizneseve kosovare. Si po ju duket kjo çështje? A është normale që duke ditur të gjitha këto reagimet që po bëhen si nga ana e bizneseve, ashtu edhe qytetarët të cilët janë të shqetësuar edhe për rritjet që u bën për ta sa i përket energjisë elektrike, nuk po ka një reagim pozitiv ndaj këtyre gjitha gjërave që po ndodhin në vend? Me thonë të drejtën, për mu t'inglon jashtëzakonisht interesant për shembull kjo, sepse me këtë që e thanë, do të thotë, po është një lloj tendence krijimit të një trendi për mosbindje ndaj vendimeve gjyqësore. Dhe realisht çdo shtet, dhe çdo shoqëri normale, gjëja e parë që duhet zbatohen janë vendimet gjyqësore. Dhe gjykata ka marrë një vendim për pezullimin e atij, tash në anën tjetër vendimit të ZRE-s. Me thënë të drejtën, unë vetë jam jurist dhe kam punuar në rule of law me shumë vite dhe ose nuk po besoj në fakt që mund ta bëjnë diçka të tillë, sepse është shumë e palogjikshme që një institucion shtetëror ti thot vendimet gjykatës, domthonjë se nuk e zbatoi vendimin e juaj, pa marrë parasysh a pajtohesh apo nuk pajtohesh. Ajo është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor. Kjo domthonjë nëse institucionet shtetërore vazhdojnë të mos i zbatojnë vendimet gjyqësore, atëherë ju japin hapësirë çdo njeriu tjetër, madje edhe le të themi njerëzve që mund të jenë të përfshirë në veprime të kriminalitetit penal dhe të mos i zbatojnë ato, është shumë e palogjikshme dhe nuk e di domethënë me thënë të drejtën me çfarë logjike është thënë që nuk e zbatojnë, mirë po mendoj që pa marrë parasysh në rrafshin deklarativ domethënë që kanë dhënë megjithatë autoritetet e drejtësisë do t'i kanë prap mekanizmat e vet që ata zyrtarë aty mund edhe të ndjeken penalisht për mos zbatimin e një vendimi të gjykatës, sepse s'ka sens, nuk ka asnjë logjik një institucion shtetëror t'i shmanget ose në mënyrë të hapur të thotë se nuk e zbatoi vendimin e një gjykate të Kosovës. Është shumë qesharake me thënë të drejtën. Apo shfrytëzon edhe ZRE-ja këtë mos konstituim të Kuvendit të Kosovës, me qenë se mbikëqyret nga vetë Kuvendi i Kosovës, edhe e gjithë kjo lirshmëri themi e ZRE-s që të bëjë çka dojë është fali mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Me thënë të drejtën, kjo tashti thellësisht, unë nuk e kam informacionin se si brenda, domethënë po nisi nga jashtë, ne që i përcjellim këto gjëra dhe që analizojmë qebesa, veprimet. Kjo duket absolutisht në perceptimin tim gjithsesi, po mirë po edhe në perceptimin e masës, duket tjetë një le të themi një ndërlidhje e mos veprime, ndoshta më mirë themi të quajmë, sepse realisht në një kohë kur Kuvendi nuk është i konstituum, do të thotë esencialisht për një arsye po ndodh. Në fakt
nuk është shumë e besueshme ajo që jo s'do në opozita ta votoj, ose tjera, ky mos konstituim e ka një grupe të caktura, politike ose jo politike, unë e shoh se ekziston një interes jashtëzakonisht i madh diku ekonomik ose ndoshta më pak politik, që të mos konstituohet në mënyrë që veprimet të caktura në institucione të pavarura ose jo të pavarura, të cilat i përgjigjen kuvendit, krijohen disa standarde ose disa vendime ose disa realitete të cilat politikbërja mund të mos marrë përgjegjësinë të ardhmen, sepse s'ka qenë konstitume ose kështu ne nuk e kemi bërë ose tjera. Ose duket që politikbërja, po patjetër, duket që politikbërja po i krijon një mundësi zërres jashtëzakonisht të madhe që ajo mundësi mund tjetë dhe unë besoj shumë që do tjetë penalizuese për zërrejn, për shkak se politikbërja nuk mban përgjegjësi këtë situatë të cilën jemi, dhe përgjegjësia është në tek zyrtarët, tek vendimarrësit aty në zërrej. Teksa po flasim për këto lëshimet që mund bën nga moskonstituimi, ne kemi edhe në treg pra nafta, cila më njerë ju ka shtrejtu çmimi për shkak të krizës së luftës që ka ndodhur në Iran dhe Izrael, që jemi shumë larg këtyre, po që me njëherë po ka efekt tek ne, po ashtu edhe çmimet të shumë produkteve në treg të cilat kanë ardhur edhe për shkak të energjisë elektrike, po që janë çmim Marramendës, po gjithsesi marramendës për standardin e jetesës në Kosovë, dhe është mërësisht situatë shumë e rëndë. E para punës nuk e di sot në Kosovë sa ishte çmimi me thonë të drejtën, mirë po në tregjen ndërkombëtare unë e pash pas deklaratës presidentit Trump për një paralajmërim të pushimit, tregjet të ngritën jashtëzakonisht mirë, për shembull $66, $66 dhe në $69 ishte për barel çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare, që ke një ulje jashtëzakonisht e madhe çmimit, mirë, po nuk e di se si ka reflektuar sot në Kosovë, nuk e kam këtë informacion për fat të keq, për shkak se nuk e di që bëhet kjo pyetje. Mirë po, tregjet, pas deklaratës presidentin Trump, tregjet u ngritën. Po gjithsesi, ndërka që tek ne, vetëm për një periudhë shumë të shkurtë, pa shumë rritje të çmimeve me njëherë. Realisht, tjetësa është një diçka çuditshme, pri që jemi themeluar si shtet, ose Kosova u themelu si shtet, të thjerë në të drejtën ndërkombëtare si sui generis, edhe gjanat këtu ndodhin sui generis, sepse çmimet e naftës, le themi në këtë rast, bien jashtëzakonisht shumë në tregjen ndërkombëtare, kurse këtu nuk e ka efektin që realisht është dashur ta ketë efektin me njëhershëm kjo. Ndoshta jemi shumë pasur neve edhe i për. Po fatkeqësisht kjo është mungesa e kontrollit të shtetit mbi realitetin ekonomik dhe çdo gjë që ndodh për të arrujt stabilitetin ekonomik. Këto është ideja e kontrollit, për të arrujt stabilitetin ekonomik, sepse kontrolle politike tjera kemi mjaftë gjithandej mirë, po këto është ideja që institucionet nuk të thot vetëm qeveria, se ka mjaftë mekanizmat të tjerë që janë të pavarur dhe që kanë mandat për ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Dhe kjo nuk ndodhë, nuk e di pse ndodhë në anën tjetër, jemi dëshmitar të ngritjes enorme të çmimeve bazike, që janë absolutisht shumë të papërballueshme për një qytetar ose për një familje këtu. Po që presim dhe shohim nëse do të reflekton politika kosovare, do presim me padurim. Po tashti realisht ishtë dashtë të reflektoj edhe të marrë masa për ta zbut për afërsisht trendin e ngritjes së çmimeve ose le themi ndjekjen e ati hapi se çfarë po ndodhë, veç ka mund të marrë masa për mos me ndodhë, ngritja ka që shpejt e çmimeve që në fakt në rajon nuk ndodhë.
nuk është kështu si të ne, dëmon, ngritja ka që e menjëhershme dhe ka që shpejt e çmimeve, mirë kjo tek ne pëndot për shkak të vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike. Zërimtari, tek sa e patëm njëve dhe një intervistë para prake herën e kalume kur ishe këtu në studio, falëm edhe njëherë për geopolitika në cila po ndryshon. Jashtëzakonisht sot shumë ngjarje që ndodhin çdo ditë që mund të duken shumë të mëdha, pra patëm edhe e Trumpi, cili sulmoi Iranin në disa pika ku thatë se ka armë bërthamore, pra si po ju duket e gjithë kjo ngjarje, përfshirja e Trumpit, të tha se do ketë një pushim ndërkaq që pati edhe sulme atje. 2 orë gjysmë pas pushimit pati sulme nga Irani. Apo ju duket kjo gjendje stabile e qetë, pra me këtë pushim të deklaruar, apo do kemi përsëri trazira edhe në botë, dhe kështu që bota të përfshihet në një luftë të re ashtu siç po flitet? Me thonë të drejten, unë nuk pres le të themi shpërthime shumë të mëdha të mëdha, për shkak se këto situata që janë kriju, duken që janë nën kontroll, ndodhin për arsye për shkak të ndryshimit global që po ndodh, të përcaktimit të një randi mes fuqive të mëdha për dominim. Dhe që është e vërteta, për fat të mirë, bota perëndimore është në një pozicion më të favorshëm, çdo rrethon, për shkak sepse gjithmonë ka qenë ka punu me vetveten, me shoqëritë e veta, ka qenë demokratike dhe tjera dhe në rrafshin ekonomik dhe geopolitik janë kriju superfuqi të cilat shtete të lindjes si Kina, Rusia, Irani, që nuk kanë demokraci, dhe kanë absolutisht logjik invazive ndaj vendeve të ndryshme, kudo që i kanë të afërta. Shikoj, le të themi, ta marrim për shembull Amerikën. Shtetet Bashkuara nuk kanë synim ta pushtojnë dikën. Mirë po, Shtetet Bashkuara i dalin ndihmë Izraelit në këtë rast, sepse Irani ka vite i cili në mënyrë deklarative ka thënë se do ta zhdukim nga faqja e dheut, do ta zhdukim nga harta dhe nga faqja e dheut Izraelin. Pavarësisht është një lloj, le të themi, komparacioni, sikur në rastin ton, kur ne se kemi pas fuqinë, kur ne kemi qenë para shfarosjes dhe para çdo gjëje që ishim para situatave, zhdukjes si pjesë e kësaj hapësirës etnike dhe autoktone këtu, dhe doli perëndimi ai i cili na ndihmoi dhe na solli këtu ku jemi. E njëjti komparacion është edhe me luftën e lindjen e mesme, le të themi, mes Izraelit edhe Iranit. A u bë, më falë se vëndë vëpres luftëm, a u bë gjithë ky konflikt me një farë lloj, themi, planifikimi të shërbave që thuhet se unë jam ai që ndali luftat ose ndez luftat. Absolutisht po. Shikoj, historikisht, përgjatë gjithë historisë, një superfuqi është ajo e cila e dikton edhe përfundimin e luftës. Ose për ta hupur, ose për ta hupur vëmendjen tek Ukraina, të cilën tashmë shumë pak po flitet në media për gjendjen atje, se ku po situata atje dhe çfarë do të thënë ai popull. Pak a shumë dallon, për shembull, vetëm si natyrë, se jo se luftrat nuk dallon, mirë po dallon për shkak se në lindjen e mesme, për shembull, kemi Iranin, i cili në mënyrë absolute deklaroj atë shumë herë dhe pjesa perëndimore nuk i ka besu dhe nuk i beson në asnjë rrethon që mund të mos i përdor ato mjetet, atë fuqi bërthamore të cilën e ka. Dhe shiko,
Shtetet Bashkuara e goditin pikërisht vetëm në uzina, dëmon, jo që kaktohen damit civile ose të kryon dëmon gjana të tjera të vujtjeve, dëmon dhimbjes të vrasjeve masive tjera. Dhe kjo është shumë e rëndësi, dëmon, është ne që ka kemi përjetu edhe kemi përcjell dëmon luftën në Kosovë edhe bombardimet e NATO-s, është një lloj formati i luftës një qysh ka qenë dëmon NATO-ja që i ka pripu ashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe që formati asoj lufte është shumë i ngjajshëm atë. Vetëm caqet të cilat janë që dëmon caqet të caktuara ushtarake ose le të themi siç është edhe rasti i televizionit shtetëror në Iran, aty ku përhapet propaganda dhe tjera, dëmon dëmtimi i infrastrukturës së propagandës dhe të infrastrukturës ushtarake, asnjë gjë tjetër. Dhe kjo është për ta dëmtu në këtë rast armiku, nëse kundërshtarin, sepse realisht në këtë situatë ata janë armiq sepse janë në luftë. Ajo që është me rëndësi për shembull për mua edhe për gjithë ata që i përcjellin dëmon se çfarë po ndodh, është se janë shkëndijat e para të dëpsimit regjimit aktual në Iran, dhe kjo është jashtëzakonisht me rëndësi, dhe dëmon momentin që ndryshon regjimi atje krijohet edhe një demokraci, dëmon edhe ulën gjakra dhe fillon bashkëpunime dhe tjera, sepse kjo është atë paqja të cilën e kërkojnë dëmon shtetet e perëndimit. Ne po flasim tek një Iran i cili nuk ka as pak demokracia atje, s'ndon një individ dhe gjithë shka mbarë të drejtat e njeriut dëmon as pak nuk vihen në pyetje. As që janë kështu në pikpyetje, dëmon, adin në atë sa duhet apo nuk duhet, atje janë të shkelura. Sa po flasim, e kemi edhe Gazën në anën tjetër, e cila ka përjetuar një luftë civile, themi, që patën shumë edhe fëmijë fatkeqësisht të vrarë atje. Po ndërka që edhe të Gaza nuk është që e kemi vëmendjen tani ma, është këthirë vëmendja krejt të lufta Iran-Izrael atje. Po, ashtu si që thash edhe ma herë, dëmon, lufta Iran-Izrael dhe me përfshirën gjithashtu të Shteteve të Bashkuara e ka rëndësi jashtëzakonisht më të madhe për shkak të fuqisë bërthamore, dëmon, kjo është çështja dhe unë nuk prez zgjatje me të thënë të drejtën të konfliktit mes Iranit edhe Izraelit. Unë mendoj se do të marrë fund shumë më shpejt, dëmon, Gaza është diçka tjetër, dëmon, Gaza sepse kemi dëmon në Gaza ka të bëj një betejë edhe për territor edhe për çdo gjë, njëjtën gjë kemi edhe në Ukrainë, dëmon ka të bëj betejë po zhvillohet për territor, kurse mes Iranit dhe Izraelit nuk është çështje mes territorit. Dhe ajo përfundoi më tepër në momentin që dobësohet, në momentin që dobësohet një rapal, dëmon ushtarakisht dhe ndikimi i saj me infrastrukturën, çfarë do të qofshin ato të cilat e ndihmojnë për shembull ose japin një fuqi luftarake në raport me kundërshtarin, ajo e kërkon mandej vetën pushimin edhe kërkon, jo vetëm marrëpushimin, po e kërkon edhe marrëveshjen. E duket për fat të mirë që ana perëndimore, dëmon Izraeli me aleatin e vetë, Shtetet Bashkuara janë në një pozicion jashtëzakonisht më të mirë dhe që ajo do të unë pres që nuk do zgjas shumë. Unë pres dëmon që atje do të kenë ndryshime dhe gjërat do ta marrin formën e një paqe, dëmon, sepse në fundit kjo botë po kërkon paqe, dëmon, njerëzit e kërkojnë paqen. Ne jemi më pak dëmon të informuar për Iranin, mranda për mranda se çka ndodh atje. Aq sa unë kam informacion dëmon që i përcjelli media ndërkombëtare, atje është një miliona njerëz që dojnë ndryshimin e këtij regjimi, sepse kanë vujt për ti. Tash, është e njëjta si kur ne nuk na intereson me çfarë mjeti, a me bombë, a me luftë toksore, apo me sa dëmon e kërkon lirinë, e kërkon të drejtën, e kërkon demokracinë, edhe kjo po ndodh atje, dhe është shumë mirë që po ndodh, edhe shpresoj që sa më shpejt dëmon regjimi atje të dorëzohet edhe që pjesa perëndimore e Izraelit dëmon dhe Amerika jenë triumfuese në këtë betejë. Unë pozicionohem absolutisht në anën perëndimore.
në mënyrë të manë që të kryot një qetësie dhe atje. Në momentin që Irani, sepse Irani ka ndikim edhe në pjesën tjetër, edhe në Gaza, dëmon, Hamasi është në një formë marionete tyne, dëmon, dhe komplet këto grupet e armatosura, dëmon, që janë në këtë pjesën tjetër të lindjes mesme ka Gaza, dëmon, në Liban, në Jordan, në këto pjesë të tjera, të gjitha janë ato të financuara nga Irani, prandaj dëpsimi dhe rënia e këtij regjimi të Iranit do të thotë absolutisht që edhe pjesë të tjera do të qetësohen. Ne urojmë që këto konflikte në botë të mbarojnë shumë shpejt, mirë, po ne patëm me njëherë një reagim të kryeministit në detyrë, siç po thot ai vetes, pra se me qenë se është deklaruar si deputet, është betuar si deputet, më falë luto. Nuk e di sa mund të quhet edhe kryeministri në detyrë. Mirë po, ai është pozicionu me njëherë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe ka Izraeli. Pra, është i shpejt ky pozicionim, apo ndoshta nuk e kemi neve aq shumë luksin të flasim për çështjet që kanë të bëjnë me botën, duke ditur problemet të cilat neve kemi brenda si shtet. Gjelza, dëmon, gjëja më interesante për shembull ka qenë që në Kosovë ishte lajmi kryesor që Albin Kurti pozicionu nga Amerika, dëmon, e përkrajs, seriozisht dëmon, se këtu e shoh dëmon gjithçka, po kjo as që është dasht mu mendu dëmon. E ki qarë njerëzit kanë pas frikë se mos nuk po pozicionohet. Adin, what? Edhe njerëzit janë gëzu sepse u pozicionu, dëmon, u pozicionu se nuk është as pak faktore, e ki qarë, dëmon, një deklarat si përfaqësore që nuk e ka edhe peshen, dëmon, as nuk është, dëmon, kriministe legjitime. Për publikun ka qenë nevojshme. Për publikun ka qenë nevojshme për një pjesë që besat të publikut, dëmon, mirë po, kishtë qenë edhe jashtëzakonisht e pa imagjinume që me marë pozicion tjetër ose neutral. Kjo, absolutisht, dëmon, çdo njeri që merë frymë në këtë vend, dëmon, gjën e parë, po të kishtë, kushdo që të kishtë qenë atë, ose çdo njeri e realisht, çdo qytetar, duhet ta ketë logjike në shëndosh, dëmon, që Amerika dhe Izraeli që besa, dëmon, shëka unë këmë qenë gazetar në kohën e luftës, dhe unë i di qëndrimet dhe pozicionet e Izraelit në raport me Kosovën, e di se si ka prit refugjatët e Kosovës, e një shtetin e Kosovës, shkollon njerëz të Kosovës, shkollon njerëz zakonisht shumë, dëmon, për çështjet sigurisë, për çështjet të cyber security, dëmon, të sigurisë në internet, dëmon, dhe ata kanë dhënë njerëz zakonisht kontribut të madh në edukim për këtë shoqëri që mandej për Shtetet Bashkuara për shumë vete dëmon për ndihmoras që diskutohet, prandaj për mua ka qenë gjëja më normale, për mua ka qenë e çuditshme se si njerëzit u gazluan atë shumë se u pozicionu dëmon se dha një deklarat pro-amerikane se jemi mësuar gjithmonë të qenë në një formë në kundërshtim me politikat amerikane. Dhe kjo është, prandaj e mori atje honën, në më duket më të madhe se sa që e meriton se as nuk është kryeministër në kuptimin e plot dëmon të fjalës, nuk është i mandatum, është në as vetë nuk e di saktë është në detyra, apo është deputet, apo si është, mirë po si do qoftë një politikan i Kosovës si dha mbështetja Amerikës, dëmon kështu tingëllan edhe... Tingëllan mirë, ndoshta edhe për Amerikanë duke ditur gjitha këto kriza, më të themi, që kemi pasur me tonë të drejtë, unë nuk e besoj ata që e kam po edhe atë që mirën, sepse nuk qam pesh absolutisht, dëmon një diçka e tillë, për shkak se nuk është vetëm njëherë një deklaratë se një pozicion, kemi vite, dëmon të acarimit raporteve me tyne, prandaj një cicërim ose dëmon në Twitter ose një postim në Facebook, nuk i ndihmon asgjë mirë, po politikisht mund të tingëlloj se një politikan i Kosovës, që është si kryeministër në detyrë, u pozicionu dëmon karshi Shteteve të Bashkuara. Duke ditur të gjitha këto probleme që kemi pasur me diplomacinë ndërkombëtare gjatë këtyre periudhës 4 vjeçare, pra kemi një stagnim të raporteve Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së fundi Trump dha një deklaratë në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi.
është dashur dhe është shumë urgjente që qeveria e ardhshme të punojë gjithsesi në diplomacinë ndërkombëtare, që fillimisht raportet në ndërkombëtare të kemi në hapin e duhur. E pastaj të flasim edhe për çështje në brenda Kosovës, siç është ekonomia, që duhet gjithsesi të vihet në krye një njeri i cili do t'i rregullonte të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe të paktën të kemi një mirëqenie sociale në vendin tonë që njerëzit të mujnë të kalojnë muajin pa pasur kriza në mes muaj. Ndoshta kredi për me kalu muajin. Ashtu siç ndodh fatkeqësisht tani. Okej, djelë dhe mënë, ishin dy qështje të cilat i ngrite në emisionin para kësoj radhe, dhe mënë, që isha në polium për afërësisht, dhe mënë, jo sak për to qështje, mirë po, unë thash se po i përseris prapë se është qështje imediate, dhe mënë, kur them imediate, është shumë e rëndësishme, krijimi, rikthimi i ati bashkëpunimit se shikon, në të kaluarën, Kosova nuk ka pas, le të themi vetëm në kuptimin politik ose diplomatik bashkëpunim, ka pas raport miqësor, ka pas raport miqësor, ka pas çdo gjë është bë bashkë me ta. Nuk është bani Kosova dhe pala përendimi ka qenë ose si vëzhgues ose këshillëdhën ose jo, gjanat jenë bë bashkë. Çdo gjë, sepse jam krejtësisht në rrjedha dhe di çka ka ndodhur. Në këto vitet e fundit situata ndryshoi pak. Okej, tentativa për me kriju një politik të pavarur, një politik të jashtme, le të themi, të pavarur ose autonome, që vetë Kosova të krijoj, po e shohim, po jam 1.000.000% i sigurt se ka dështu. Absolutisht ka dështu dhe çështjen e politikës së jashtme, për shkak se s'ka përvojë Kosova, le të themi, dhe për shkak se është një vend shumë i dopt akoma. Dhe për këto arsye, jo vetëm që të krijohet një relacion i bashkëpunimit, po duhet të rikthehet me dohemos ajo fryma e atij bashkëpunimit, le të themi, miqësor dhe vëllazëror, që ka pas Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë të parë dhe me të gjitha vendet tjera që i takojnë Kuintit, po edhe vendet tjera të botës perëndimore. Dhe kjo është shumë e rëndësi. A do të arrijë Kosova në këtë rast, kur them Kosova, unë prap orientona tek politik bërja që është zoti Kurti dhe lider tjerë partijak, kushdo që tjetë kryeministër, që ta rikthej frymen e miqësisë, nuk e di për shkak se kjo mvaret aq shumë nga vetë ne se si do të sillemi dhe si do ta krijojmë strategjinë për politikat e jashtme. Dhe që është e vërteta, është shumë problem që të rikthehen për shkak se gjanat kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Nuk është me Kosova në orbitën e askujt, sepse ka probleme shumë atë mëdha, jo vetëm këto që janë në lindjen e mesme Ukrainë e tjera, po kanë edhe probleme të veta të brendshme ekonomike, për shkak se këto të gjitha ndikojnë, edhe tash jo çdo herë perëndimit duhet gjithmonë krye dhe të vrapoj pas neve, po ne duhet të vrapojmë pas tyne dhe të krijojmë hapësirat për vetveten, në mënyrë që të gjitha ato që tha pastaj ndikimi ekonomik, që të krijohet mirëqenia e njerëzve, këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, dhe pa një politikë jashtëzakonisht pozitive me perëndimin, sepse janë fuqi ekonomike, e kam fjalën, dhe me to ne si partner mund të zhvillohemi shumë a shumë, sepse ne kemi kapacitete shumë të limituara ekonomike për marrë në një standard le të themi mesatar të BE-s, se ne nuk jemi as në standardin mesatar të jetesës, ne gjithsesi na duhet bashkëpunime me Shtetet e Bashkimit Evropian, dhe më përsa i përket zhvillimit ekonomike dhe njerëzor. Lirë me të flasim për mjetet të cilat kanë mbetur të pashfrytzuar që Për shkak të masave, për për shkak të masave ndeshkuesi që janë
marrë ndaj A kemi Kosovës. marrë seriozisht këto masa? Jo, unë jam shumë i sigur dëmon që masat kur i mori Bashkimi Evropian, dëmon gjithë betejë e qeverisë atëhershme, sepse unë kësaj aktuale nuk i them se është qeveri dëmon taman funksionale. E gjithë betejë ka qenë dëmon se si ti minimizoj rëndësinë e aty dëmon le të themi impaktin negativ që ato masa kanë mbranda. Dhe për fat të keq ja ka arrit këtij qëllimi, prandaj dëmon këtu nuk ishin nuk u bën një zhurmë shumë e madhe dëmon në opinionin publik në lidhje me ato masa, sepse pasojat e tyre po i shohim tash. A do shohim edhe më shumë, besoj. Po edhe sigurisht që i shohim edhe më shumë. Unë realisht e pash dhe një postim të ministrit Murati që paralajmëron dëmon 90 milion euro nga banka botërore. E që s'po flasim për 9.000, as 900, Po, 90 milion. ishte mirë, po dëmon, le të themi, ku ishte më herët sa ishte situata normale, pse nuk u miratun e atë kohë, pse nuk u miratun, ose si subjekt politik, a i keni miratu, jo, marrëveshje ndërkombëtare në të kaluarën, kur asnjë marrëveshje, dëmon, trendi i këtyne blokadeve është, dëmon, le të themi, i mos përfshirjes së opozitës në vendimarrjet përsa i përket ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare është ndërtu pikërisht nga vetë vendosja në të kaluarën. Dhe këta po e ndjekin, po jo çdo herë, domthonjë se unë bashu habita për shkak se unë nuk i di edhe që e ka ndërkuar në kuvendin e Kosovës miratimin e kësaj marrëveshje. Edhe kërkova domthonjë që a ka qenë e vendosur nuk e di. Prandaj domthonjë vetëm gjuajtja fajsisë të dikush tjetër për mua nuk qëndron si diçka serioze. E di që këto çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe problemet botërore do të përgjithashur edhe shumë kohë për shkak të kohës, ne duhet të ndërpresim këtu intervistën, shpresoj që herën tjetër do të kemi mundësi të flasim edhe për temat që kemi lënë për gjysmë. Faleminderit shumë që pranove që ti jesh në pode. Faleminderit. E neve të nderuar shikues do vazhdojmë në intervistën e radhës. U kthem në studio për të vazhduar të flasim në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me politikat vendore, po ashtu edhe me çështjet ndërkombëtare, duke ditur situatën në cilën po ndodhet bota, po ashtu edhe vendi jon. Për këto dhe shumë çështje të tjera, me mua në lidhje direkte është Adi Beqiri, i cili do të na njoftoj më shumë rreth të reja që kanë të bëjnë me gjeopolitikat botërore dhe vendore. Adi, faleminderit shumë që pranova që t'jeni pjesë e Infodes. Faleminderit shumë, përshëndetje për juve dhe për teleshikues të juaj. Shumë faleminderit. Adi, po shohim që nuk po kemi dakordancë të politikave vendore, sa i përket konstituimit të kuvendit të Kosovës, një problematikë e cila kemi pasur polemika ndërmjet dy bloqeve, mund të themi, opozitës së kaluar dhe pozitës së kaluar. Si po ju duken të gjithë kjo situatë, e cila është krijuar në Kosovë, kush është problemi? Po, për fat keq, jemi në një sot shumë dëshpëruese, shumë të trisht, siç thonë ata në Shqipëni, por shumë të keqe me një fjalë, ka më shumë se pothuajse 6 muaj, në mos më shumë që institucioni i cili është më i rëndësishëm që ka të bëjë me nxjerrjen, me të bamjen e ligjeve, pra kuvendi i Kosovës është në ndalesë totale. Dhe kjo është e pafalshme, dhe unë personalisht e shoh fajin në bazë të përgjegjësive që secila parti politike i ka marrë. Ma konkretisht ndonse nuk janë të pafajshëm dhe pa llogaridhënshëm, si ta them, partitë ti quaj kështu opozitare, të s'po që kanë qenë opozitare deri më tani, mirë po unë kam thonë edhe në postimet e mia në rrjetet sociale, sepse rrjetet sociale siç dihet tani më janë bë vendi ku vendohet e bisedohet më shumë ndoshta, që duke pas parasysh se Albin Kurti, partia e tij, tek të cilët shumica e popullit në vitin 2021, pra herën e fundit kur patëm zgjedhje parlamentare, para këtyre të këtij viti, po të fundit, i dhanë mbështetjen kryesore, më të madhe, po në këtë drejtim i dhanë edhe përgjegjësinë, dhe duke pas parasysh që atë përgjegjësi ai e morr gjithashtu në bazë të një prej kartave, ta them në mënyrë figurative të tij, që ne nuk jemi si ata, karta e tij, ne jemi mbi gjitha për shtet, dhe jo për pushtet. Ne jemi për konstruim të institucione, ne jemi që
populli joni i cili ka humbur kohë për arsye të ndryshme, për shkak të ndërkombëtare, për shkak të elitës tonë politike duhet duhet punoj në gjitha sferat. Dhe tani i njëjti lider, të cilin unë prap e dua si kryeministër, duke pasur parasysh që ende kemi të hapur, ta themi, kapitullin me Serbinë dhe besoj se ai është lideri më i mirë në këtë pikë, po prap duke pasur parasysh gjitha këto gjëra, pra mos konstituimin e parlamentit, unë besoj se përgjegjësia kryesore bie mbi të është edhe marrë në zhargonin popullor, është edhe marrë, tani janë bërë sa u banën 35 apo 36 sesione dhe ende nuk i kemi parlamentin, nuk i kemi qeverinë të konstituuar. Tani sigurisht se Albinin këtë rast, sepse po japa i kritikën Albinit dhe partisë tij, ata i kanë kundër argumentet e tyre, mirë po prap në zhargonin tonë popullor, je më i madh në kuptimin e forcës politike, pa eksakt, bëje një hap, sepse kundër argumenti i tyre është që nuk është me rëndësi se çfarë emri, nuk është problemi te Albulena Haxhiu, sepse kë do ta vendosim ne, ata pra opozitorët, prap nuk do ta votojnë. Po mirë, po bëje hapin, pastaj topi mbetet tek ata. Pastaj e shohim. E nëse me të vërtet është ashtu siç po thoni ju, pra ju vetë vendoset që ata, pra opozitorët, nuk do ta votojnë asesi një kandidat nga Lëvizja Vetëvendosje, atëherë edhe në aspektin, pra përveç që moralisht Albin Kurti dhe partia Lëvizja Vetëvendosje do ta kalonin testin, atëherë edhe politikisht unë besoj se edhe në sytë e popullit, atëherë me këtë hap që do ta bënin, do të qëndrojnë më mirë, edhe eventualisht nëse do të shkojnë në zgjedhje të parakohshme që janë gjasa shumë të mëdha, edhe në kuptimin e votës, në kuptimin elektoral, do të përfitojnë. Ndërsa nëse vazhdojmë me këtë avaz dhe nëse eventualisht kështu pa konstituim të parlamentit, pa konstituim të institucioneve, ne shkojmë në zgjedhje, pra Lëvizja Vetëvendosje për fatin e keq të tyre ose të mirë, ndoshta të popullit, këtë nuk po e them, do të thoj edhe politikisht. Pra, edhe për arsye morale, edhe për arsye politike, nëse Lëvizja Vetëvendosje e bën hapin dhe ndron emrin për krye parlamentare, do të ishte më mirë. Edhe si parti politike mbi gjitha Kosova si shoqëni, sepse 6 muaj, më shumë se 6 muaj, shifë se çfarë po ndodh në botë. Fatkeqësisht jemi rikthyer, ndonse në vitet e 90-ta, fillim të viteve 2000, ekzistonte ajo ideja se do të mbizotroj ligjin, do të mbizotroj e drejta, ligjin ndërkombëtar, këto më the tash, pra nuk do kemi, si me them, nuk do jetë fuqia, po do jetë e drejta, do jenë liritë e njerëzit të cilat do të mbizotrojnë në marrëdhënie ndërmjet shteteve. Po e shohim shumë mirë me luftën në Ukrainë, me gjithë këto destabilitete, me gjithë këto gjenocide, masakra në lindjet mesme, ja tani lufta Iran-Irak, që fuqia është shumë e rëndësishme. Ndërsa kur themi fuqia, e dim se fuqia mbi gjitha është fuqi materiale, fuqi e prekshme, si quhet tangible, ose ta them, më falni anglisht, hard power. Ndërsa ne në këtë drejtim jemi super keq, ne me gjithë ato lavdata që munduan t'ja japin vetës qeveria, investime, rritjen e buxhetit që nuk janë ndoshta të pasakta, po prap ne realisht ne jemi shumë keq, nuk e kemi asnjë helikopter të vetëm. Po në rast se flasim për rritjet e buxhetit, zoti Beqiri, po flasim për shkak se neve nuk kemi arritur ta shpenzojmë këtë buxhet. Pra kemi mbushur arkën e shtetit, por nuk kemi arritur me shpenzu buxhetin në kohën kur është dashur të bëjnë këto shpenzime. Edhe teksa po flasim, falë se të ndërprerja, teksa dëgjova se fole për zgjedhjet. Për të bërë zgjedhjet, duhet një konstituimi i kuvendit të Kosovës. Për ta bërë konstituimin e kuvendit, duhen po këto votat që nuk po bëhen. Në rast se votohen vetëm për të shkuar në zgjedhje, a i bie kjo një tradhti popullit, sepse ata i votuan, ata njerëz që ta bëjnë konstituimin e kuvendit të Kosovës dhe të shkojnë përpara të gjitha këto çështje që tashmë kemi stagnuar në shumë situata të rëndësishme, siç është çështja edhe e fondeve të Bashkimit Evropian, të cilat ministri themi as në detyrë, por deputeti deklaruar tha se kanë mbetur për shkak të masave që Bashkimi Evropian ka vendosur 90.000 euro që nuk po mund të 90 milion, falni, që nuk po mund t'i marrin, që nuk po flasim për shumë të vogla, po flasim për miliona euro, pra. Po,
përmendet shumë gjona me shumë rëndësi, për shembull konstituimi. Tani jo se jam ekspert ligjor, po megjithatë e kam një formim sado bazik në kuptimin e ligjor për ta ditë që është alfa dhe omega konstituimi i institucionit. Do me thonë, partitë politike e kanë obligim jo vetëm moral, po dhe konstitucional, do me thonë kushtetues krijimin e institucioneve. Prandaj është me dal mend prej kres është merruese që nuk po vazhdojmë në drejtim. Tradhti, po sigurisht se është tradhti, sepse si me thon, po cyten, po mashtrohet populli me gjitha ato premtime, e gjitha ato premtime në hamencimin që sigurisht që institucionet do të krijohen dhe institucionet do vazhdojnë me punën, ndërsa ne jemi në pikën -0, të thoja, -1 ose -2, mi po as në 0 nuk jemi, sepse nuk kemi arrit as të krijojmë institucionet. Në anën tjetër, gjithashtu elementi tjetër rreth buxhetit. Po buxheti është rrit, po ka lavdata, ka si me thon avantazhe ose gjëra të mira që qeveria i ka bën këtë drejtim, pra edhe me rritjen e buxhetit, sepse është rrit taksimi, janë rritën tatimet e ndryshme, pra si me thon kanale të ndryshme që çojnë tek buxheti, tek rritja e hambarit të shtetit. Kjo është për të vlerësuar, mirë, po një gjë është të mbledhësh buxhet, po gjëja kryesore ndoshta është që ta shpenzosh atë. Dhe nuk ka diskutim, edhe për është fati keq sa i përket investimeve kapitale, megjithatë ka shumë vend për kritik, dhe kjo për ta thonë në mënyrë të butë. Kur them për investime kapitale, kemi parasysh ta zonë dështimin goxha emblematik, ta them kështu, të qeverisë Kurti, fatkeqësisht sa i përket autostradës Gjilan-Prishtinë. Për shkakun se sikur të ishte bon kjo autostradë, absolutisht edhe 42% që i marrë zgjedhjet e fundit do të ishte më i madh. Keni parasysh në korrekt të vitit 2023 dul Albin Kurti bashkë me Libur Naliun, diku aty ka Livoçi apo tek loti 3, diku në mes të Gjilanit dhe Prishtinës, dhe në mënyrë entuziaste, edhe ishte shumë lajm i mirë, tha se në fund të vitit, në dhjetor të 2023, pra, do të përfundohet. Ai nuk e tha se gjasat janë, pra, gjuma që e përdori ishte absolute, tha, do të përfundohet, tha, autostrada, tha, dhe do të shlohet në qarkullim. Dhjetor 2023-ës, dhjetor 2024-ës, me shumë gjatë të vite dhe dhjetori 2025-ës dhe nuk kemi asgjë. Tani, ky shembull është një shembull për tregu që po, për fatin e keq, shpenzimi i buxhetit nuk është bën në mënyrën e dur. Ndoshta kundër argumenti tyne është po ashtu valet se ka pasit, si me thon, masat caktuar të cilat kanë bërë që buxheti edhe të mos keq përdoret. Mirë po, nëse nuk e keq përdor, është prap një merit, por populli ka nevojë për përdorim të tij, ka nevojë për projekte të mëdha, dhe këtu ka shumë vend për kritikë, s'ka diskutim. Mi po, storive që teksa po themi të mos të keq përdoret, janë po ata në krye të këtyre institucioneve, dhe nëse ata kanë përballë njerëzit, profesionistët, të cilët ata kanë emëruar në institucionet e vendit, që të mos i keq përdorin atë buxhet. Pra, ai do të thotë që nuk ka besim as tek njerëzit, që ai ka zgjedhur që të mos keq përdorin këtë buxhet, pra. Po, një ndër kundër argumentet e tyre mund të jetë që jo, po shiko, ne nuk mund t'i vendosim vetëm njerëzit tonë në çdo dikaster, në çdo divizion, të çdo ministrie. Mirë, po kemi një ministër që i monitoron të gjitha ata njerëz, pra, nëse dikush ka keqpërdorim të detyrës, siç po flasin që janë atë shumë të drejtë, sa i përket e njerëzve që i emërojnë për mos keqpërdorim të detyrës, ata mund t'i eliminojnë ata njerëz, më fali, me shkarkimet që është legjitime krejtësisht. Ata thonë se kanë bë veprime në këtë drejtim. Pra, sa i përket ndryshimit të rregulloreve, ngritjes së nivelit kontrollit, që keqpërdorimi, që gjakderdhja financiare të ndalohet. Po prap, edhe sikur se ky argument i tyre të jetë 100% valid, që nuk po them se nuk është fare valid, por 100%. Gjithsesi që jo, po hajde po e mendsojmë që është. Kaluan 5 vite dhe mënyra se si kemi menaxhu buxhetin le shumë për të dëshiruar. Tani s'ka diskutim se disa projekte duket se është e vërtetë, disa projekte, sidomos projekte që kanë bëjnë me para, ta them, me donacione, me grante që vijnë nga jashtë, nuk është se nuk janë zbatuar ose nuk e kanë gjetë zbatimin vetëm për shkak të bërave ose të mos bërave të qeverisë. Duket se ka pas bllokada edhe nga ana e vetë partive opozitare.
ndërkombëtare që nuk kanë bërë që ta zom ato iniciativa ose ato aprovime të grante ose të donacione të caktuara që kërkojnë më shumë deputet se sa kishte vetvendosja, kanë bërë pra që kemi këto bllokada. Pra në këtë drejtim edhe LDK-ja edhe parti tjera janë për të fajsu, po megjithatë kreditet i shkojnë për të mirë, i shkojnë qeverisë, por në tjetër kohë edhe për dështime. Ja, mi për teksa po flasim për këto gjërat që kanë të bëjnë me vendin tonë, kemi shumë trazira në botë. Pra lufta Izrael-Iran ka ngjallur shumë probleme, polemika, qoftë edhe në mes të vendeve të ndryshme, superfuqi të mëdha. Patëm edhe një deklarim për armë pushim, pra i cili është shumë i nevojshëm për shkak të mos përshkallëzimit të situatës atje. Po flasim për tema shumë të rëndësishme për një luftë e cila sapo ka hapur në ndërkaq që neve nuk është se jemi të mund me u përballë edhe me probleme të brendshme, por ndërkaq që patëm një pozicionim të kurtit sa i përket kësaj çështje, tha jam pro-Amerikës dhe pro-Izraelit që lufta ndërmjet Iranit dhe Izraelit të ndalet. Si po ju duket ky pozicionim? Faleminderit shumë. Nëse mundem t'ja u marr vetëm 30 sekonda ta baj vetëm një shpjegim të vogël sa i përket vetës time dhe Amerikës. Personalisht kam punu për afërsisht 4 vite në Ameri, po më në kampin Amerikan Bondsteel, për ushtrinë Amerikës, kam shumicën e familjes në Ameri, kam me dhjetra familjar, nona, motra, vëllezër që janë në Amerikë dhe dua të them që personalisht jam shumë i lidhur me Amerikën. Arsyeja pse po e them këtë sepse jam gjithashtu edhe kritik i politikës së jashtme amerikane në shumë raste. Dhe kjo bën shpesh herë që unë të merrem si një anti-amerikan. Dhe tani dhe ajo që mund të them tani mund nga shumë kushi të më etiketojnë si anti-amerikan. Po kjo nuk qëndron fare, por unë megjithatë jam një dhe dal pak pe modestis, jam një qerek intelektuali dhe në këtë drejtim intelektuali ka për detyrë, unë besoj se çdo njeri ka për detyrë, po sidomos intelektualet që dojnë me u bë intelektuale kanë për detyrë që ta thonë të vërtetën. Dhe këtë drejtim e vërteta shumë e nevojshme për njerëz të mençur si juve që keni kryer gjithë atë shkollim edhe gjithë atë sakrificë në punën që juve keni bërë, mendoj që është shumë e nevojshme që njerëzit të dëgjojnë zërin tuaj edhe të marrin mendime dhe kritika nga njerëz siç jeni ju. Mos u tregoni as pak modest, zotri Beqiri. Faleminderit shumë. Mësimi e studimi nuk duhet ndalur kurrë, e çmoj shumë. Tani lufta që po bën Amerika është shumë shqetësuese. Është shqetësuese për faktin se jo vetëm që fatkeqësisht e tha dhe mbrome, tha dhe Emmanuel Macron, presidenti i Francës, jo vetëm që është ilegale, pra nuk ka bazë legale, nuk ka bazë në të drejtën ndërkombëtare, sepse e drejta ndërkombëtare nuk parasheh të ashtu quajtur preemptive strike ose luftë parandaluese. Vetëm disa dispozita të caktuara flasin që kur ka një rrezik iminent, ama kur dëshmohet që ka një rrezik iminent, atëherë dhe mund të ndërmerren si ta them, sulme të ndryshme. Mirë, po në rastin konkret elementi iminent nuk është se përqafohet e mbështetet nga ekspert edhe nga shtetet ndryshme, sepse cili është elementi iminent që e thot Netanyahu, se Irani është 2-3 muaj, 4-5 muaj, 5-6 muaj afër krijimit të bombës atomike. Po problemi është se këtë Netanyahu po e thot që nga viti 1900 Patëm pak probleme me rjetin, besoj që shumë shpejt do të na kthehet në linjë. Zotri Beqiri, po flasim pra për luftat që kanë të bëjnë në botë, pra patëm edhe një deklarim për afërshim. Zotri Beqiri, kemi në linjë përsëri? Dhe shumë shpejt do të rregullohet edhe problemi që patëm me Zotri Beqiri, po flasim pra për luftat që kanë të bëjnë në botë ndërmjet Izraelit dhe Iranit, ku u deklarua se do të ketë armë pushim atje. Pra presidenti Donald Trump ka deklaruar përmes një postimit në platformën e tij se armë pushimi ndërmjet Izraelit dhe Iranit është arritur. Lufta të luftën mos e shkelni këtë armë pushim.
problem dhe duhet që sa më shpejt të vihen kapak të gjitha luftat në mbarë botën u shpreh Trump në posimin e tij. Ai pashtu është nominuar për çmimin Nobel për paqe. Pra, për shumë edhe çështjet e tjera ishim duke diskutuar me zoti Beqirin që kanë të bëjnë me luftat në mbarë botën, po ashtu së shpejti do të dihet edhe epilogu i gjithë kësaj luftës, me megjithatë mediat shtetërore në Iran thanë se Irani ka sulmuar atje së fundit me raketa, me njëherë pas 2 ore gjysmë pas shpalljes së arpushimit, por to dhe shumë çështje të tjera do flasim me zotrin Beqiri. Zotri Beqiri, ishim duke folur në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me luftët atje, pra mund të vihet së shpejti një epilog atje edhe është Shtetet e Bashkuara të Amerikës ata të cilët e kanë nxitur këtë konflikt, siç po flitet në shumë media botërore. Fatkeqësisht kemi përsëri probleme me rrjetin. Pra në shumë media botërore thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetë kanë iniciuar, mund të themi, këtë luftë për shkak të interesave që kanë të bëjnë me ta. Pra është çështja që SBA të thuhet se ka arritur që të bëj paqe, qoftë edhe në Iran dhe në Izrael. Besojmë që shumë shpejt do të kemi edhe zotri Beqirin në linjë që të njoftoj më shumë, meqense është vetë në dieni më shumë për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me botën. Tani, zotri Beqiri, ju kemi në linjë apo jo? Po, tani më falë, nuk po ndjes për këtë problem teknik. Derisa patëm probleme teknik, neve vetë se folëm për impaktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjet luftës që botohet në Iran dhe Izrael. Thuhet në shumë media që kjo luftë është iniciuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të tregoj se është superfuqi dhe se Trump ka arritur që t'i ndaloj këtë luftë atje ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Sa mendoni se është i saktë ky konkludim që po bëhet? Se është kjo i sakt apo jo, sepse ka të tjerë që thonë se kjo është lufta e Izraelit. Kjo është luftë për shkak të ndikimit, për shkak të ndikimit të lobit izraelit kundrejt administratës amerikane, sepse faktikisht mos harrojmë, Trumpi ka ardhur në pushtet, edhe ai gjithashtu e ka pas një ndër kartat kryesore mbas cilës e ka fitu pushtetin, është se nuk do ketë më lufta të huaja. Dhe tani që Trumpi po ndërmerte hapa, po ndërmerte sulme ndaj Iranit, shumë nga figurat e njohura në kuadër të konservatorëve republikanë, që kanë qenë mbështetës të Trumpit, po e kundërshtonin luftën me Iranin. Sepse me një farë mënyre shoqëria amerikane, sidomos duke pas parasysh 2-3 luftat e fundit, lufta në Afganistan, lufta në Irak, por dhe intervenimi në Libi, ka bërë që shoqëria amerikane të jetë lodhur, sepse ka pasur që nga këto lufta Amerika ka dalë shumë e lënduar, po e them kështu, e lënduar në kuptimin asaj që ashtu quajtura soft power, pra fuqia e butë e Amerikës, pra mënyra se si e percepton bota Amerikën, se sa e shes si fuqi legjitime, ka rënë shumë, dhe me thonë, prestigji i Amerikës si shtet në botë, pas këtyre luftave ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Prandaj amerikanët në përgjithësi duan që të mos ketë më lufta. Pikë pari sepse ka harxime të mëdha, po kuptohet ndoshta më e para është sepse humben jetë njerëzish, jetë ushtarësh të amerikanëve. Mos harrojmë kemi pas pothuajse me vjetra mira të vrarë ushtarë amerikanë në luftrat në Irak dhe në Afganistan. Prandaj në këtë kuptim unë më shumë e shoh si një luftë të Izraelit, sepse Izraeli dihet e ka lobin, nëse flasim minoriteti Izraelit është më i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fuqinë që ka ai dihet është i pakontestueshëm. Çfarë mua më shqetëson më shumti është se e kemi Amerikën si mbështetësin tonë kryesor, i cili po rreshtohet me Izraelin. Jo se rreshtimi i Amerikës me Izraelin është diçka e panjohur. Amerika ka qenë alati kryesor i Izraelit prej vitit 1948, prej krijimit të Izraelit si shtet. Po çështja është se tani
rreshtimi i Amerikës, i administratës amerikane me Izraelin, është diçka që perceptohet minimalisht, ta themi, shumë negativ. Kjo për arsye se kjo shihet si një mbështetje amerikane kundrejt regjimit sionist të Netanyahu, i cili regjim, mund ta themi këtë me gojen hapun, ka kryer dhe po kryen tani që po flasëm gjenocid ndaj palestinezëve. Dhe me thonë, kjo është problemi kryesor. Tani po ndiqja lajmet kryesore në një ndër kanalet kryesore në TF1, në kanalet franceze, në kanal francez, po në TF1, dhe komentatorë të ndryshëm e thonin pikrisht këtë qëndrim, se kjo luftë po shihet si mbështetje direkte e Amerikës ndaj një regjimi gjenocidar. Tani keni parasysh Amerika e Bill Clintonit, e cila e quajti me të drejtë atë se çfarë po ndodhte në Kosovë si një katastrofë humanitare, dhe se tha është momenti për ta ndalë, sepse e pam se çfarë ndodhi, se çfarë ndodhi. Po ndëgjohemi? Po ju ndëgjojmë, se patëm pak probleme me pamjen, besoj që do të rregullohet shumë shpejt. Po të tham, pra e pon se çfarë ndodhi me bosnjakët disa vite më parë dhe intervenuan për ta ndalë një gjenocid të mundshëm në Kosovë. Ndërsa tani administrata amerikane me një farë mënyrë është në anën e kundërt të historisë, po i ndihmon një shtet gjenocidar. Dhe unë, si një njeri që vi nga një shtet, nga një vend i cili është ndihmuar nga Amerika, dhe për cilën ndihmë unë dhe ne të gjithë do jemi përjetësisht falenderues, na dhëm ta shohim shtetin tonë mbështetës në përkrahje, në rrështim me një shtet tjetër gjenocidar. Për më tepër, kjo mund të ketë edhe pasoja konkrete, sepse lindja e mesme nga mbështetja e vazhdueshme që po i bëhet Izraelit dhe nga një luftë që ndoshta do të ndalet me Iranin, po është pak e pamundshme që të themi se ajo mund të ndalet për gjithmonë, mund të eklatoj në 2-3 vitet e ardhshme. Pra, këto veprime, sa them, të administratës amerikane mund të jenë të rrezikshme. Qëllimi ndoshta është i mirë që ta ndalin një bombë, ta themi nukleare, në kuadër të një shteti megjithatë autokratik, sikurse që është Irani, mirë po jo me çdo metodë, sepse metodat mund të jenë përcaktuese për pasojat që mund të. Zoti Beqiri, me një farë më të themi si duhet pasur kujdes edhe nga ana se kujt mund të pozicionohen për shkak të pasojave diplomatike që mund të kemi në të ardhmen. Sigurisht, unë kam thonë më herët, ne si shtet institucionalisht, ne nuk kemi tjetër zgjidhje, ne nuk kemi ta zëmë shteti i Spanjës, i cili është shteti ndoshta i pari, së bashku me Irlandën, dhe në mënyrë të haptas del dhe thot shteti i Izraelit është gjenocid, po krijon gjenocid, po bën gjenocid dhe për momentin duhet shkëputur gjitha lidhjet me të. Ne nuk e kemi atë fuqi, prandaj ne duhet të rreshtohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës institucionalisht. Por sigurisht edhe mënyra se si prononcohemi ta zëm si kryeministër mund të jetë e atill që i dalim në mbështetje Amerikës, por në të njëjtën kohë bëjmë thirrje për vazhdimin ose për tentim zgjidhjen e problemeve me anë të mjeteve diplomatike. Këtë mund ta bëjmë. Pra nuk mund, jo domosdoshmërisht mund të japim një mbështetje ta zëm këtë rast Amerikës dhe t'i themi, okay, vazhdo dhe lufto, por pse jo, kuptohet me një gjuhë diplomatike, t'i bëjmë thirrje me aq fuqi sa kemi që lufta të jetë sa më e vogël dhe të vazhdojmë me diplomaci, sepse në fundit edhe në përfundimi çdo luftës vjen me asgjë tjetër përveç se me mjete diplomatike. Sigurisht, zoti Beqiri, unë falenderoj shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodez, dhe të na japësh të gjitha këto mendime që janë shumë të vyshme për të gjithë neve që kanë të bëjnë, qoftë edhe me problemet që kemi brenda vendit tonë, qoftë edhe me problemet që cilet po e kaplojnë botën. Ishte kënaqësi, ju faleminderit shumë, gjitha të mirat për juve dhe për teleshikuesit e jush. Suksese. Faleminderit shumë, zoti Beqiri. Neve këtu po e përmbyllim këtë emision, do shihemi nesër në po të njëjtën kohë.